Kolumbia është përfshirë nga tensionet politike pas një ngjarje presidenciale jashtëzakonisht të ngushtë. Sipas rezultatave paraprake të balotazhit, kandidati i djathtë Abelardo de la Espriella ka siguruar fitoren me një diferencë minimale ndaj rivalit të tij të majt, senatorit Ivan Cepeda. Me pothuajse të gjitha votat e numëruara, de la Espriella ka marrë rreth 49.7% të votave, ndërsa Cepeda rreth 48.7%. Rezultati tregon një elektorat thellësisht të ndarë pas një fushate të dominuar nga debatet për sigurinë dhe ekonominë. De la Espriella, i cili konsiderohet aleat politik e presidentit amerikan Donald Trump, premtoi gjatë fushatës një luftë më të ashpër kundër krimit, ndërprerjen e negociatave me grupet armatosura dhe forcimin e sektorit të naftës dhe gazit. Në fjalimin e tij pas shpalljes së rezultateve paraprake, ai u zotua se do të qeverisë për të gjithë kolumbianët, pavarësisht bindjeve politike, duke bërë thirrje për unitet kombëtar dhe pajtim. Nga ana tjetër, Ivan Cepeda refuzoi të pranojë menjëherë rezultatin. Ai deklaroi se ekipi i tij ligjor dhe mira vëzhgues po kontestojnë rezultatet në rreth 33.000 qendra votimi në mbar vendin dhe se do të presin përfundimin e procesit zyrtar të verifikimit. Më 26 milion kolumbian morën pjesë në këto zgjedhje, të cilat mund të shënojnë një ndryshim të rëndësishëm politik në vend. Analistët vlerësojnë se fitoria e të djathtës në Kolumbi mund të pasqyrojë një prirje më të gjerë të lëvizjes së elektoratit drejt forcave konservatore në disa vende të Amerikës së Jugut. Megjithatë, diferenca e vogël mes kandidatëve dhe kundërshtimet e ngritura pas votimit nuk kuptojnë se debati politik në Kolumbi pritet të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme.